Hej, që kemi, unë jam Edin Pula, sot jemi në Urban FM, kom ju përgjigj 7 pyetjeve cilat keni me mjoft ma mirë se kush është Edin Pula. Pyetja e parë, Edin Pula çka të lidh me Prishtinën? Okej, me Prishtinën më lidh gjithçka, këtu jam lind, këtu jam rrit, më lidh shoqënia, më lidh familja, më lidhin kolegët, më lidh qyteti me cilin jam rrit edhe qyteti me cilin kom e qut këtë jetën këtu. Prishtina është ma shumë se një emër, është ma shumë se një kryeqytet. Ka potencialin e vetë edhe menoj që është koha me e kthy potencialin e Prishtinës. Vazhdoj me pyetjen e dytë, pse po hyn në garë për asamble. Se kom pa veten kur në politik, menoj që muj me dhonë kapacitetin tem për te asaj që kom dhonë deri sot në profesionalizmin tem, në punën time, edhe rrjedhimisht menoj që muj me dhonë diçka ma shumë për Prishtinën, më me dhonë diçka ma shumë për rinin, e sidomos për komunitetin tonë më të rrest. Në cilat 5 drejtime do t'a japje kontributin tënë edhe pse pikërisht ato. Menoj që sporti, kultura, problemet e përditshme të Prishtinës, si kolonat, papastërtia, menoj që qëto e në problemet kryesore me të cilat kisha mujt me dhonë kontributin tem në Prishtinë. A mendojnë që roli yt ka me vlejt për të ardhmen e Prishtinës? Menoj që roli jam ka me vlejt për të ardhmen e Prishtinës për shkak se jam njeri që nuk pritoj me komuniku me njerëz, nuk pritoj me i ngu hallët e njerëzve, edhe të njëjtën kohë menoj që për të ardhmen e Prishtinës i duhet një gjenerat e re e cila deri dje ka qenë vetëm e ardhmja e Prishtinës ose e Kosovës, po të njëjtën kohë menoj që ajo gjenerat është e tashmja edhe e ardhmja për Prishtinë dhe për Kosovë. Pse me të votu ty? Pse me votu mu për shkak se menoj që jam një djalë që jam rrit në qytet, jam i një shumë mirë problemet e qytetit, për edhe të njëjtën kohë menoj që muj me pru një energji të re, me bashkëpunim, pa marrë parasysh partit, pa marrë parasysh se çfarë mendime kanë njerëz për Prishtinën. Unë menoj që muj me bashkëpunu me ata njerëz që ja dojnë të mirën Prishtinës edhe dojnë me qu Prishtinën përpara. Po nëse nuk zgjedhësh, çka pastaj? Nëse nuk zgjedhna, kisha me vazhdu me problemet e përditshme të Prishtinës, me i trajtu ato, me qenë kritik ndaj tyne, edhe të njëjtën kudo që ka hapësirë për me përmisu diçka në këtë gjendje në Prishtinë, ko me qenë i gatshëm me çfarë do personi me bashkëpunu në mënyrë që Prishtina me emri potencialin e saj ma të mirë. Një mesazh për fund. Një mesazh për fund e sidomos trive, sidomos gjeneratës tonë, menoj që duheni me dalë me 12 tetor, mi adhon një mundësi Urani Ismailit, mi adhon një mundësi Edin Pulës që me qu Prishtinën aty ku duhet, një qytet modern, jo luks, po qytet funksional për cilin mujna me jetu se cili ma shlirë edhe ma mirë.